Pse I bëj unë këtë? Eksaktësisht për arsye se ti ke bërë një gabim dhe ti vazhdon të punosh, vazhdon të përpiqesh, familja jote po ashtu, kështu që mbështetjen do ta kesh maksimale. Unë jam I bindur që ti s'do të përsërisësh më gabimin. Ashtu dhe, kështu që bëuni bashkë dhe mos lejeni tjerë të gabojnë, se thojnë orë shiko se ne pa merak ne do të ndihmojmë do ta bëjmë këtë gjë realitet. Përshëndetje zoti kryeminist, mirë se ke ardhur. Jam unë prej aty më poshtë ku mbak shtëpinë. Unë jam kujt Masani, kam 28 vjet si banej në Londër. Kemi taku, po kom kanë interesu më shumë me bë punë, se më fol. Ka 2 vite si kom fut për projektin Bledi Fevziu ta ka çu më duket. Fevziu. Po. Projektin e kom bën ashtu si duhet, më duket e ka pa edhe Beneti. Po mirë tani, ti ja dhe Fevziut, po pse nuk e ke apliku projektin? E kom bën ka herët punë. Ja kun çu. Po jo, a e ke apliku zyrtarisht? Ku? Krejt. Në bashki. Në Albania. Edhe unë jam faktishi me Franin, edhe Frani ja kishte pa mush nusës I simpresin menjen, po unë kom edhe 20% me mush men çu. Gruan e kom prej thethit, kanë 5 fëmijë, edhe 80% ja kanë mush menjen. Tash për 20%. Dgjoj, shiko ti e ke më të vështirë. Pse? Ta them unë. E ka më të vështirë se ka tuaj. Jo, e ke gabim, ke çifti midis shqiptarit dhe tuaj, fiçon shqiptari gjithmonë. Kur janë 2 shqiptar bashkë, është puna se si bëhet, po. Midis një burri shqiptare, I gruaje shqiptare dhe një burri të huaj, gruaje të huaj, fiton gjithmonë pala shqiptare. Vendoset nga shqiptari kjo punë dhe gruaja apo burri i huaj ndjek me qejf shqiptarin. Se ti jep garanci. I shoja mush me Frani. Ti duke si Frani ka mush me. Ti do ndash nga gruaja apo do të sjellësh me vete këtu? E kam shifrën. Ha pra, as kam me nda thot do ta sjell këtu. Po. Nëse. Shiko, jam shumë I qartë për çfarë po thu. Unë Beneti po më thot që ma pra tuja. Edhe kryeministër, kom 28 vjet që kom shkuar në Angli. Jo, pse ideja është ideja është këto ndërmend të kthehen me një investim dhe kanë një aktivitet shumë mirë në atje. Se ka 2 vjet këtë thuj ti, po le iden. Ai s'ka 2 vjet nga ideat, por nga aplikimi ka 6 muaj që është në proces. Po rregullohen disa procedura që kanë të bëjnë me legalizim, me hipotekën, ka probleme me hipotekën, të cilët e kanë lënë takim të shkojnë edhe tek drejtoresha për të parë problemin e hipotekës. Shkurt muhabeti, fajin e ka Beneti. Tashi, ti që sot, siç po flasim, ti do të çosh direkt aplikimin tek agjencia. Ndërkohë, ti pronën e ke me letra, apo do ta bësh si me paketën e maleve? Është me letra, po thonë I mungon edhe një letër mrapa. Se ku me gjitha të letër mrapa? Është me letra, I mungon një letër mrapa, do me thënë do hysh me paketën e maleve. Do shfrytëzosh paketën e maleve, si gjithë tjerët. S'ke, mos u merr me Benetin fare. Ti shfrytëzo paketën e maleve. Kaq. Dhe ndërkohë, projektin do ja çosh direkt sot tek agjencia. Nëse do që mos ta fuzësh në sherrë dhe me Fevziun, do më japësh, do ma çosh dhe mund telefonin tim direkt. Që po telefon pra sa ti s'ta ka çu pra. Jo, mund të ma ketë çu, po se kam pa unë. Zakonisht unë I shoh ato një çtot Fevziu, po. Mos ki merak, do ta zgjidhim. Nuk do presë sa ç'ke pritësh ideja. Unë 3 muaj më ka dhënë nusja kohë. Ose prezizja ose do rrim atje. Nusja të ka dhënë 3 muaj kohë. Po. Nëse merr lejën për 3 muaj kanë më kthy. Po, nëse nuk e merr do vish ti, nusja do rri atje. Do rri në Angli atë. Po në rregull. I ka ardhur majt hunës, po ç'a të bëjmë me ty më? Përshëndetje. 1 minutë lutem. Unë jam prej Thethit, jam e martuar me Ndoka Jeans, edhe dëshira shumë e madhe me ardh. Po kena has shumë probleme me dokumentat. Na sham shtëpia vjet, që kena bash me ndërtu. A bën me fol? Bën.
Po bën është si s'bën, fol sa dush, por ne për këtë punë. Po gjithë tu I bën shtëpi. Pet gjithë dhe po. Po në Londër pse nuk e bën një paleti për shkak? Nuk e shans. Nuk e shans. Po këtu pse ke shans apo këtu hajde më Shqipëri e sapi, jo? Unë fakt po gjithë tu I bën dhe bona I shtëpi drunit vak. Veç drunit. Po druni po. Mirë, po druni po drunin e morë kokës pastaj. Nëse s'ka. Edhe çabona, jallashton lekpora e mi kum ka marrën lekt. Për zotin. Po ai ta boni, ç'a të bëti? Jo, se boni pra se kanë zyst iku. Iku shtëpia. Iku shtëpia zyst. Po iku pra do ikte ajo tash. Tash do bëjmë më të bukur. Do marko më shumë tani. Dëgjoj këtu, në qoftë se ti do ndjekësh procesin për 3 muaj, nusës do I tregosh lejen. Veç di me thonë pizjan kryeministri, do të më kanë krenar shumë ky vend, në qoftë se më pet mua mundësia për më kthy mbrapa. Ashtu, ha? Po. Po mirë, dakord, në rregull. Medalje nuk t'japim, leje do t'japim. Nuk e di pita persona. Këta personat janë krenar për vendin, për historinë, për familjet e tyre, krenar për ty do t'i bësh ti, se nuk mund t'jenë krenar të vjen nga Anglia ndërton pa leje këtu. Absolutisht. Pra, kështu që nuse, për 3 muaj burri do ketë leje nëse do ndjeki procedurën, ose lërja nusës ta ndjeki me zonjat këtu, edhe ti mos u përzisem duket se që ke I çik konfuz. Po. Rrofsh. Ka një merak tjetër? Po shkome jam nga Thethi. Jam nga ata që jam dëmtuar me 3 objekte, 3 shtëpia. Nuk I kërkova skali bedrunit, I ko bën ndërtesat. Afroj pak mikrofonin. I ko pas ndërtesa për djemtë e mi. Po, pa leje. Pa leje. Edhe me shpejtësi të madhe. 2024 ke ardhur kisha Thethit. Ke bë takim me popullin e Thethit, nuk kam ndodh aty ka ndodh djali se është në emigracion, kam 3 djem në Itali. Po. Dhe ke folë ato që ke folë, kanë tonë japën media, s'kom nevojë me bë koment. Edhe kur ke ik për të tha djali baba e bon sa ka shtëpi. Po shef. Se jena tha 4 djemë nuk kena kurrim shtëpi të vjetër se nuk na kanë ta komenaj. Janë të martuam, dy janë të martuam edhe me familje. Ta baroj den funi. I thash po më bab, thash ndash po I bojmë, po nuk I besoj kësaj punet. Tha bab po I bojmë. Unë nuk mund jam e prish fëmijëve që të jine vetë dhe problemet e veta se kom 2 palë fëmijë që e din të tonë, shati I Thethit e din. U kom datë të në tokën, si ma kalën baba, ja kom datë të tonë dhe ku gullë kufit. Edhe në këta ku gullë kufit, boni djali I math e boni 2 kaqë. 2 tjetë e boni ka 1 katë. Djali të vogël kur I ndava, I kanë lënë shtëpinë ekzistuese të vjetën. Asaj mi ka ardhë legalizimi si mas fjallëve që ke dhonë atë ditë të kisha. Se ishte ajo? I ka ardhë. Tash I djali I vogël, ka një aty e ka hapë 3-4 dhoma, bashkë me gruat e me 9 vetë, dhe I bujtin të vogël një aty ka, punen me ta, tash 3 tjetë I kom pa shpia, dhe kur ka ardhë, I nuk përmbejshem, në 2025 në kanë ardhë dhe bo proceset në prill, në korrik kanë ardhë dhe kanë shemë. 3 ditë, po vendos gjykata si më kanë proces gjyqësor me Lere tani dhe, qa do bëj gjykatani? Jo, me jo, tash lere tani. Jo, t'lutem, mos na ço tash jetë. Jo, fali, jo po të tregoj aspektet tash unë. Je në rregull, e the drejt, sakt. Djali vogël e kishte pa leje, por ekzistuese, u legalizu. Këta të tjerët që thanë hajde bab ti bi me top, nuk. Më fali sekondë. Kaq, ta I qarë gjykate. Djali të vogël I ka lënë shtëpinë ekzistuese që ka bën 87. Ato pra, po ajo pra, po patjetër. Të tjerat. Po tash krahas kësaj, një djali I tretë ka pas atë magazinën dhe kësollën e baktive si ka kanë e ka pa rikonstruktuar punue. A ekzistuese e ka mojt ka komisioni I bashkisë e ka mojt për legalizim gjithë shtëpinë e vjetër si ka kanë. Edhe janë 2 procedurat e legalizimit që janë bashkë. Çfarë hiku? Tashti. Po hiku tashti. Pare sekond. Tashti. Ajo shtëpia, ajo ekzistu e dyta, asnjë bon, asnjë kanë kësoll, edhe Jerevi a kanë bën me prirët me shtëpinë 87-ën. Ajo në rregull, s'ka problem. Ka mojt bashkia tonë ka thonë do të vinë procesi e legalizimit dhe kësaj do të vinë rrolla. Kësaj smjerë thellë ma shemen. Dëgjoj dashur, të lutem. Tashti. Çfarë nevoje keni për mbështetje që t'i bëni me rregull? Kjo që jemi këtu ne për zonjën është tokë shtet. Shtet është kjo këtu, në fakt? Jo, është toka e Marianit dhe e vlezërve. E njëjta është me rastin tënd. Për zonjën je shtet, për ty je pronar. Për këtë punë është paketa maleve që ti si pronar të marrësh tokën tate.
Dhe do ta marrësh tokën tate duke bërë një investim ligjor, jo të paligjshëm. Apliko tek paketa e maleve që toka jote që figuron shtet, fal aplikimit dhe investimit, të bëhet toka jote, siç është. Të falenderoj në emrin e këtij populli. Në vitin 2000 ka kanë kryetar bashkiet I pari. Me Miri Hotin, me Hysem Dormi, me Parbektoçin. Thash se the e bë kryetar komune me partinë time. Ti je me parti tjetër apo? Ti dukesh që nga larg je me parti tjetër. Po nuk ka rëndësi, shumë mirë. Është kënaqësi që komunikojmë me ty. Po, patjetër, Shumë faleminderit që erdhe me ministrin, me ministrat, me drejtoreshat dhe me komandant Benetin. Shumë faleminderit si pe respekton dhe pe beganis këtë popull. Se ke thënë një fjalë tur ti. Edhe mos ja qajsh hallin, mos ja krysh nevojën kjo ja hallin. Jena mundu me sa kena pas mundësi me aukajt hallin të në njerëzve. Të përshëndesh shumë që ke ardhë, faleminderit për jush, faleminderit ju shpjegove bashkë me ministrat, bashkë me kryetarin e bashkisë, legjendën e Shkodrës. Faleminderit për projekte që ke e bon për shalën shoshin e Dugazhinit. Padjesh me të hangër kohë do t'lypi një projekt vogël, jo këtu, po me telefon, me diçka për bregun e lumit qendrën administrative të Dugazhinit. Shumë faleminderit për këtë. Shumë mirë do bësh të ma kujtosh se këtë gjë më kanë përmend dhe më parë. Edhe kjo është tani legjenda e Shkodrës, duhet na thotë se ku është me këtë projekt. Ku je me projektin e lumit? E ke përgatit projektin, në rregull. Po e kemi përgatit projektin për qendrën e edhe aplikimit e fondi zhvillimit. Ndërkohë, për 2 javë rruga e Dugazhinit nis me fondin e zhvillimit, right? Është dash kohë të bëhet projekti, patjetër që gjërat bëhen si mas mundësive. E kemi nis punën në kryet këtij veni kur treqerekun e komunave I kishte partia ati, e kemi nis me më pak se 10 miliard euro prodhim të përgjithshëm të Shqipërisë, e kemi sjellë në 27 miliard e diçka më shumë, duhet ta çojmë 35 miliard. Pse duhet ta çojmë në 35 miliard? Sepse na duhen më shumë fonde për të financuar më shumë gjëra. Si vin fondet? Nga vin fondet? Fondet vin nga investimet. Njerëzit duhet investojnë dhe shteti duhet mbledhi më shumë të ardhura. Rrit ekonominë, të rrisësh mundësit, të rrisësh fondet. Ky është thelbi. Dhe të gjitha shtetet e botës, demokratike ose jo demokratike, bëjnë garë kush sjell më shumë investimet huaja. Në Shqipëri dalin çati them, çati quj. Kokat mëdha s'janë. Çati quj. Dalin lloj-lloj sharlatanësh, lloj-lloj delirantësh, lloj-lloj ekstremistësh, ekstremist sa të majtë e sa të djathtë, do me thënë si me kalu bicikleta me nda për gjys, dhe thonë nuk duam investimet huaja. Nuk duam të huaj në Shqipëri. Nuk duam të shesim Shqipërinë. Kujt po ja shesim Shqipërinë? Kur, ku, si? Kush po e blen Shqipërinë? Pse ata që janë në investimin e shumë diskutuar të Katarit, që sot kanë ble çerekun e Parisit, kanë marrë Francën me veten Katar. Si funksionon? Pra, rrugën e Dugazhinit, Gjoni ma ka përmend dhe ma ka bë leksion kur unë kam qenë akoma në opozit. Pastaj u bëra kryeministër, Gjoni tha ta shtitha është rruga Dugazhinit. Po jo, sepse kur ke pak
do t'i ndash aty ku duen më shumë, te gjërat më prioritare, te gjërat me cilat fillon. Por kur rrit mundësit, i vjen radha edhe rrugës Dukaqinit. Tani me siguri ka rrugë të tjera që janë radhë më mbrapa, do vinë dhe ato. Kështu që rrugën e Dukaqinit do ta fillojmë edhe do ta bëjmë bukur. Dhe pa tjetër, projekti që tha Beneti, pastaj është pjesë. Unë do të jap pak zotnis atje, jemi pa bashkë, jemi pa bashkë. Njerëzit e shumë të në Shqipëri që unë ti përfolëna. Edhe ti si unë? Po me ty çka? Po mu nuk më kanë shoh. Me ty të lavdrojnë? I herë përshëndetje. Po nëse të lavdrojmë si rregull. Unë vetëm të din se me kërkesa jam, për paketën e maleve të përgëzoj e i gëzoshin kush i marrin, e kush të ashtu se në theth, po folet shumë që vinë të huaje kështu një anë e tjetrën. Po ku do vinë për shembull? Për zotin nuk kena vend për vete, jo për të më huajt. thuj, po ku do vinë? Si do vinë? Nuk e di, po 2 minuta. Jo, po ja se jam me Se edhe i harroj. Jo, të lutem. Ja për shembull, ti je nga këtu. Po. Tani, Po. më thuj, si e realizon një huj që vjen këtu dhe fillon ndërton këtu? Si mund ta bëj? Unë di me të thani gjë, në mend të shumë njerëzve si mua, që unë vi nga jo është 30 vite, nuk besoj se ka vend të vinë kush. More edhe njërë tjetër, vend ka kudo për të gjithë, por kjo është një marrëzi shumë e madhe. Dhe po të them me garanci që ta dish ti. Nuk ka në Shqipëri investim me leje, pa leje është histori tjetër, me leje, që nuk ka pronarët pjesë. Aktual. Nuk ka. Tani çfarë do më thoni? Do më thoni rjollin? Po hajde shifeni dosjen e rjollit. Hajde shifeni dosjen e rjollit. Pse nuk shkojnë në gjykat ata? Në qoftë se rjolli është një leje e dhënë një oligarku në tokën e tjerëve, të tjerët që kanë tokën mund të çohen dhe ta bllokojnë me herë në gjykat dhe sot, dhe sot, ose ta çojnë prokurori, pse nuk e çojnë prokurori? Pse nuk e çojnë rjollin ata në SPAK? Ta çojnë në SPAK. Le ta çojnë dhe le të provojnë ata që ata janë pronarët dhe që ndërkohë aty shteti ja ka dhënë dikujt në tokën e tyre. Jo më zotni, nuk është kështu, sepse dosja e rjollit ka të gjithë pronarët brenda. Ka të gjitha marrëveshjet e bëra brenda, ka të gjitha shitjet dhe blerjet brenda. Tani, është e drejta e gjithkujt të thotë që ore shiko se kjo është prona ime, por duhet të tregoj një cop letër. Duhet të tregoj një, si do të thotë, ose duhet të jetë si këtu. Ju keni ardhur gjithë këtu, s'po dëgjoj njëri të çohet thotë, ç'a po thuti? Cili Marian mër, kjo është toka ime. S'po e thotë. Ja, ashtu. Kështu që o është kështu me zakon, siç e keni ju këtu, o është me ligj tjetra. Mariani, që t'jemi shumë të qartë, Mariani do bëj projektin. Okej? Do marri lejen. Është në të drejtën e vet, po të dojtë, thotë, e di si është puna, po unë këtu do ta marr një nga hona dhe do ta bëj bashkë me te. Nuk mund e nalë në kush. Ashtu. Kjo është vetëm e mënyrë se si mund të vi. Si mund të vi? Cilat se unë atje kur jetoj punoj në vendin e huaj në tokën e huaj. Prandaj po të them pra tani imagjino ti të çoheshin britanikët, e të thoshin Britania është vetëm e britanezëve. Ku do shkoshe ti? Ku do shkoshe ti? Unë kam një dy kërkesa. Po të ishte Britania vetëm e britanezëve, do ishe këtu me ujqit. Prit më burr. Atëherë kur këtu kishit vetëm me ujë kur kanë fjalë. Kështu që dhe jeri ose është shumë e rëndësishme. Kjo është një gjë që nuk ka më keq se sa t'ju fusësh njerëzve në kokë mizën që këtu do vinë ca do ta marrin. Si do ta marrin? Që këtu i kanë marrë, si i kanë marrë, nuk kanë marrë. I kanë marrë në
bashkëpunim me pronarët. Ky është thelbi. Tani shteti në të gjithë botën ka pronat të vetat që i zhvillon, ka drejt i zhvilloj. Por këtu nuk bëhet fjalë për të zhvilluar pronat e shtetit. Pra, atje lart është pronë e shtetit. Okej, atje ke ajo. Po s'bëhet fjalë për ta zhvilluar sepse shteti e ka të përcaktuar me këtë si zonë të mbrojtur. Dhe në një zonë të mbrojtur shteti nuk vjen që të sjellë alien që të rrafshojnë malin. Ama në zonë mbrojtur, këtu jetojnë njerëz. Si ti themi ne këtyre, si t'ju them unë juve tani? T'ju them shikoj, disësh muhabeti, juve kullat i keni, por nuk merrni dot hipotek sepse është zonë mbrojtur. Dhe ASHK-ja nuk e jep dot. Se thot çaj e di, po unë kam ka 6 vjet, po nuk ka rëndësi. Zona mbrojtur nuk lejohet. Ti them që juve që keni ndërtu 30 vjet kur këtu s'kishte as shtet as gjë, do t'ja u prishim? Jo. Tani juve i keni, turistët vinë. Nevoja për të përmirësuar shërbimet është, për të zgjerur si të themi, jo, kaq, nuk ke. Si, atëherë, nëse ne nuk e zhvillojmë me rregulla, kjo do zhvillohet pa rregulla.